Tani, lidhur me Agacion, Don Agacio, dhurat madhi, si që dini, unë e kam quajtur vite më parë, Don Agacio dhurat madhi. Është një super mafioz i urryr, i cili ka duart e tij të zeza në të gjitha proceset mafioze, përdorimin e drejtësisë për qëllime mafioze, në të gjitha që nga sipërmarrja e naftës dhe në dhjetra të tjera. Asgjë nuk e shpëton Don Agacion nga veprimi i ligjit. Por, natyrisht, bosi Don Agacios është Edi Rama, këtë s'duhet ta harrojmë, se në tërësia i ka vepruar me porosi dhe me urdhër të Edi Ramës. Kurse, përsa i përket, Edi Rama e ka kuptuar se në fakt kërkesat për Ballukun janë kërkesa për Edi Ramën, ndaj dhe ai i vendosur të bëj kamikaze, ose të vendos diktaturën e plot, ose të ngrej popullin në këmbë të revoltuar për t'i dhënë përgjigjen që meriton. Flori Lleshi.